Muslimanët e parë kur janë lutë është interesant, se ne lutjen e zona vit kur na ndodhen një sprovë e madhe. Muslimanët e parë dikur e kanë bërë suno. E kanë bërë në raste sunullah, edhe kur ju ka shkyje ndonjë nalle. Sot kpuc të kundrat, që tregon Ibn Rexhepi rahimullah në librin e tij, domthonë në komentin e Imam Neuvijut, librit 40 hadithet e Imam Neuvijut, tregon dhe thotë që muslimanët e parë kur kanë qenë nevojtar për Allahun, edhe kpuc kur ju kanë shky, kanë lutë prej Zotit o Allah, ma mundso mi ngjitën. Ma rregullon këtë çështje. Shembull në shtëpinë tonë ndoshta ndodh ndërmjet prindërve ose ndërmjet vladëve, familjive, ndodhin mos marrveshje, kacafytje. Ne harrojna me bëhet lutje subhanallah. Ne janë komi shoqënjes dertin subhanallah. Ban sejdë. O Allah. O Allah. Drejtomi ose pas namazit, o Allah. Ka një mos marrveshje ndërmjet vladëve të mi. O Allah, zgjidhe këtë problem. Sahabët që janë kanë me iman dihet kush janë kanë, me gjenerat më e lavdruar. Domethënë edhe kpuca kur ju ka shky, e kanë lutë Allahun me zgjedh këtë problem. E ne domethënë kena probleme të mëdha familjare, se na ne harrojmë me lutë Allahun. E vallai po, edhe këta e vërej shpesh në shoqërinë tonë kur bash bisedojmë me shok, në kafe, në neje të ndryshme. Subhanallah, ankesat i bëjmë në mesveti shumë. E kanë herë në shej hajgare, në shej dashnie, respekti, ama e keni paraqit këtë ankesë para krijuesit apo jo?